Unë quhem Qazim Shehu, jam për fshatit Krushës Vogël. Historia e këtij fshati nuk është veç histori, është një rrëfim i tmerrshëm, një dhimbje që s'mund ta përshkruaj njeri që e bën ato, çka ka ndodhur. Jo vetëm tek familjarët e mi, po aty ka qenë prezent 109 persona. Unë, simas të tjerëve dëshmitarëve që kanë pas këtë rast, që kanë qenë këta, ata kur i dëgjosh se çka kanë përjetu, i bëj shpytje vetit, a thua mund njeri me bën këta. Mesin e tyne ka qenë edhe vllau i ju? Mesin e këtyve kanë qenë 9 antar të mit, që janë të shtëpisë time, baba, 4 vëllazën edhe 4 djemë të vëllazërve. Në mesin e tyve është edhe Ajvazi. Ky është para 8 vite i identifikum, po si thamë më herët, nona e tij, si çdo nonë, nuk dëshirojte ta pranonte që ato nuk ekzistonaj. Edhe aty është problemi që nona para 6 vjetë ka ndrru jetë, unë vendosa mbasi që 6 tjerë i kom të vorosën, edhe këto ta vorrosi, mu më mungojnë edhe 2 vetë. Vllau i madh edhe vllau i dytë. Për ta nuk dihet? Nuk di kur asgjë nuk di. Asgjë nuk di. Këtë djalë tash sot pas 27 vjetë do të vorroset në 27 vjetorin e masonës. Po, ky do të vorroset, si do t'ju bashkohet edhe këty trupa të tjerë që janë, për ndryshe edhe babës vetë, se baba i tij është baba im. Për mu, çka me thonë, jeta është shumë e dhimbshme, po kur pe di se ku ekziston edhe ku është, barëm për mu është shumë më lehtë që ta kem. Sa vjeçar është djali? Djali ka qenë 16 vjeçar, sot duhet me llogaritën sa është, ama 16 vjeçar në atë kohë ka qenë. Po, vllau ka qenë 16 vjeçar.